Sezoni turistik në Shëngjin ka sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesave për shërbime shëndetësore, duke e vënë menjëherë në punë qendrën verore që nisi zyrtarisht funksionin me 1 qershor. Brenda pak ditësh kjo strukturë është kthyer në një pikë referencë për dhjetra pushues që kërkojnë ndihmën për shqetësime të ndryshme shëndetësore. Mjekja Liza Ujka thekson se stafi është i përgatitur për të trajnuar një spektër të gjerë rastesh, ndërsa e rëndësishme është ndihma në kohë reale dhe në kushte të përshtatshme për situata të urgjencës. Shumë numri i smurve që vinë me pickim nga bleta, me tension të lartë, me hipotension, me gjendje të fiktit, me kolika renale, të gjitha këto simptoma janë që vërehen më shpesh. Pastaj kena dhe pickimet që kanë ardhur në gjendje gati shoku, ta dim. E kena përballu këtu, nimen e parë ja kena dhënë këtu dhe gjitha rastet mund të jenë shumë pak raste, 1-2 natë që mund të çojmë për lesh. Për 24 që kërkojnë një mjekësore si plagë, mjekime, gjitha këta së bashkut një fut, mund të jenë 30-35 për 24 orë. Edhe më shumë nga njerë, janë rritje numri tyne dhe 40 ka shku. Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, shprehet se janë marrë të gjithë masat që qendrat shëndetësore verore në Shëngjin dhe Tale të funksionojnë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit, me staf të kualifikuar dhe logjistik të plot për të përballuar fluksin në rritje. Autoritetet shëndetësore këshillojnë pushuesit të tregojnë kujdes mbi faktorët e jashtëm që mund të ndikojnë në shëndet, si ekspozimi i gjatë në diell apo konsumimi i ushqimeve të pakontrolluara, dhe të mos hezitojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të çdo shqetësimi për të shmangur komplikimet gjatë qëndrimit në zona turistike të Lezhës.